0% për 12 vjetë. Pra, kamat 0%. Një kredi me këso kamate 0% do të kishte lakmi se cili shtet në çdo kohë. Dhe as që do të diskutohej a duhet miratuar apo jo. Por ja që të ne ka më shumë se një vit që ajo e pret ratifikimin. Nëse ka diçka për cilat do të hymë në histori, është pikrisht kjo, që një kredi me 0% kamat pret ratifikimin një vjet ditë, ndërkohë që nuk do të duhet kishte diskutim fare. Sepse një kredi të këtill, po e ritheksoj, do ta kishte lakmi secili shtet i botës në çdo kohë. Dhe nëse nuk ratifikohet në këtë seancë, e vendi shkon në zgjedhje, atëherë këto mjete, pra 90 milion euro, për të cilët ne si qeveri kemi punuar e jemi angazhuar shumë, do të humbin, sepse ka shumë shtete tjera që e presin me krah të hapur një financim të këtillë.